Të nderuar besimtar, e falenderojmë Zotin ton, i cili na mundsoi që të mbyllim me sukses një muaj të madh, muajin e Ramazanit, muaji i shpëtimit dhe i faljes nga ana e Zotit ton. Një muaj i madh të cilën ne e përjetuam në formën më të mirë, ku munduam që adhurimet tona të jenë konfort me atë që ka urdhëruar Zoti dhe i dërguari i Tij sallallahu alaihi wasallam. E pa diskutim që Ramazani është muaji i fitores dhe muaji i shpërblimit, muaji ku adhurimet tona janë të shumta, muaji i mundësive të mëdha. E menjëherë mas Ramazanit vjen një muaj tjetër shumë i vlefshëm tek Zoti i gjithësisë, që është muaji i Shawal, muaji në të cilën muslimani duhet patjetër që të vazhdojë me adhurimet e tij. Ramazani ishte një muaj i duhur për të ndryshuar secili prej nesh. E pas Ramazanit, çfarë vjen pas tij? Çfarë vjen pas Ramazanit? Allahu i lartësuar në Kur'an na tregon për disa grupe njerëzish, për disa kategori të njerëzve, të cilët janë të shpëtuar në ditën e madhe, në ditën e gjykimit. Thot Zoti jon, innamal mu'minune. Thot Allahu i lartësuar, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Përmend Allahu i lartësuar disa grupe të njerëzve. Cilat janë këto grupe njerëzish? Me të vërtetë thot Zoti i gjithësisë se muslimanët, por edhe muslimanet, a qofshin burra apo gra, me të vërtetë thot Zoti i gjithësisë se besimtarët dhe besimtarët, të sinqertit dhe të sinqertat, durimtarët dhe durimtarët, ato që japim sadaka, qoftë prej burrave apo prej grave, ata të cilët e ruajnë nderin e tyre, qofshin burra apo gra, ata të cilët agjëruan, qofshin burra apo gra, ata të cilët e përmendën Zotin shumë, burrat apo gratë, për të tillë njerëz thot Allahu i lartësuar ka përgatitur falje të gjunaheve dhe ka përgatitur një shpërblim të madh. Ishte Ramazani, ai i cili me mëshirën e Zotit o bo sebeb për ne që ne të ishim pjesë e këtyre kategorive të njerëz. Të ishim musliman apo muslimane, të ishim besimtar sinqert apo besimtare të sinqerta, të ishim prej atyre që agjëronim, burrat apo gratë, të ishim prej atyre që shumë e përmendnin Zotin e gjithësisë. Ishte Ramazani, ai i cili ishte si një shkollë e drejtimit drejt Zotit të gjithësisë, drejt Allahut subhanahu wa taala. Përfundoi Ramazani, mirë por ne si musliman nuk përfundojmë këtu. Përderisa ne zgjohemi në mëngjesin ton, përfundimi i Ramazanit nuk duhet na bëj të përfundojnë adhurimet tona. Ne jemi musliman, adhurimi jon ndaj Zotit nuk përfundon kurse. Ne jemi musliman dhe kurse nuk përfundon fjala jon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ne jemi musliman dhe kurse nuk duhet që me përfundimin e Ramazanit përfundoj namazi jon. E kjo është fatkeqësi e madhe që shumë njerëz në Ramazan falen e pas Ramazanit përfundon namazi i tyre. Ne jemi musliman e kurse pas përfundimit të Ramazanit nuk duhet përfundoj Kurani për ne. Nuk mbyll Kurani në Ramazan, por Kurani erdhi dhe filloi në Ramazan e nuk përfundon vetëm se në dy raste. Nuk përfundon Islami as Kurani, as Zoti dhe as ndjekja e pejgamberit alayhis salam dhe as dhikri kundrejt Zotit, vetëm se në dy raste kryesore. E para kur të vjen vdekja, aty përfundon për ty çdo gjë dhe mbyllet kapitulli dhe libri jot, dhe e dyta nëse ja arrin kohës kur do të lindi vjedhi nga perëndimi. Në këto dy kohë përfundon çdo gjë. Në të gjitha kohët e tjera, në Ramazan dhe jashtë Ramazanit, vazhdon jeta jon dhe vazhdon adhurimi jon. Allahu i lartësuar në shumë ajete kuranore na tregon se përfundimi jon duhet të jetë me adhurim.
ajeti të cilin ne lexojmë çdo ditë xumaje. O ju të cilët keni besuar, frikësojuni Zotit tuaj dhe mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë besimtar. Gjithashtu, Allahu i lartësuar në fundin e një sureje, në ajetin e fundit të surës 15, që është surja Hijr, thot Allahu i lartësuar: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhurojeni Zotin tënd deri kur? Deri në fund Ramazanit? Jo. Deri në fund Bajramit? Jo. Deri kur? Adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Ky është adhurimi që duhet ketë gjithë secili prej nesh. Pejgamberi alayhis salam kur ka folë dhe kur ka tregu për suksesin e një njeriu ka thënë: ai i cili fjalën e tij të fundit e ka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, përfundimi i tij është xhenet. Kur pra? Deri në fjalën e fundit. Me të drejtë dikush mund të pyesi si të qëndrojmë adhurues në kohën e sprovave. Jetojmë në kohë sprovash, secili prej nesh i sheh se sa shumë sulmohet nga të gjitha anët. Si të bëhemi të qëndrueshëm dhe si të bëhemi musliman dhe adhurues deri në çastin e fundit? 2 pika kryesore, megjithëse janë edhe më shumë. E para, lute Zotin tënd. Boj dua Zotit atë: o Zoti im, ti më udhëzove, ti më drejtove, mos ma kthe zemrën time o Zot. Sa njerëz janë të cilët e adhurojnë Zotin në Ramazan dhe jashtë Ramazanit e harrojnë atë. Sa njerëz janë ata të cilët dhe ne jemi dëshmitar se po i shohim. Qysh në natën e fundit, në natën e Bajramit, u boshatis xhamia dhe kjo është fatkeqësi. Allahu subhanahu wa taala është ai të cilit ne duhet i lutemi që zemrën tonë ta mbajë të qëndrueshme në fenë e tij. Ishte Muhamedi alayhis salam pejgamberi i Zotit, më i miri i njerëzimit, më i dashuri tek Zoti, ai i cili vazhdimisht e luste Zotin ton, vazhdimisht e luste Zotin e gjithësisë, me lutjen që ne kemi përmend shpesh: o ti rrotullues i zemrave, përforcoje zemrën time në fen tat. Kush e ka bërë këtë lutje? Pejgamberi alayhis salam. A ka pas nevojë pejgamberi alayhis salam me bërë këtë lutje? Ka pas nevojë dhe Zoti ka treguar në Kur'an. Dhe ka thënë: nëse ne nuk do ta forconim ty zemrën, zemra jote do ta lënte nga dunjaja. Se zemra është ajo e cila jep drejtimin e duhur ose drejtimin e gabuar. Prandaj lute Zotin e gjithësisë me lutjen e Muhamedit alayhis salam: o përforcues i zemrave, o rrotullues i zemrave, o Zot, rrotulloje dhe përforcoje zemrën time në fen tat. Dhe ne këtë lutje e bëjmë çdo namaz dhe çdo rekat që falemi. Çdo rekat që falemi themi: ihdina siratal mustaqim. Na udhëzon rrugën e drejtë. Pa nuk jemi ne të udhëzuar, a jemi me Islam? Me Islam jemi, alhamdulillah. A jemi me Kur'an? Jemi. A jemi drejt asaj që ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam? Mirë, po vazhdimisht njeriu ka nevojë që zemra e tij të jetë e lidhur me Zotin dhe e drejtuar tek Zoti, se Zoti e ka në dorë zemrën e njeriu dhe e rrotullon atë. Neve na rrotullohet zemrën çështjet e dunjas, para ditë mërzitemi, mas ditë gëzohen, apo e kundërta e kësaj. Prandaj le ta lutim Zotin ton fuqishëm nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit. O Zot, mos më bëj që të devijoj, o Zoti. O Zoti im, më bëj të qëndrueshëm në fen tat. O Zot, ma mundso dhe ma bëj dashur xhamin, ma bëj dashur Kur'anin, ma bëj dashur hadithin dhe fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe e dyta, prej kujdesit që duhet të tregoj gjithë secili prej nesh, në mënyrë që të jetë i qëndrueshëm në fenë e Zotit dhe të jetë prej atyre që vazhdojnë adhurimin, është shoqërimi me shokun e mirë. Kujdes se kënd jeni duke e përzgjedhur për shokun tuaj. Sa shok janë bërë sebeb që të tjerët të devijojnë. Sa shok janë bërë sebeb që të tjerët të shkojnë drejt haram. E sa shok janë ata cilët bëhen sebeb me të marrë në xhami. Me këtë shok shoqëror, me atë që ta përkujton Zotin, me atë që ta përkujton fjalën e Zotit dhe fjalën e pejgamberit alayhis salam. Dhe bëj kujdes, se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: njeriu është në zakonin e shokut të tij. Ashtu siç kemi thënë dhe herë të tjera, siç e kemi një shprehje: më thuj me kë rri, të them se kush je. Bëj lutje Zotit tat dhe shoqërohu me njerëzit të cilët ta përkujtojnë
Zotin e gjithësisë. Nuk është musliman i mirë ai i cili në Ramazan mundohet shumë që të bëjë adhurime dhe jashtë Ramazanit e lën fare, e lën komplet. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, puna më e mirë tek Zoti është ajo punë e cila edhe nëse është pak, por është gjithmonë e vazhdueshme. Pra 5 namaze brenda ditës dhe natës. Më mirë të falësh 5 namaze farze dhe ti falësh gjatë gjithë jetës tënde, se sa të vish në Ramazan, falësh 5 namaze farz, sunete, teravije, namaz natë, e sa të mbaroj Ramazani, ti lesh gjitha. Nuk është kjo punë e mirë. Punë e mirë është vazhdueshmëria. Vazhdo, nëse ti fal vetëm një namaz, vazhdoje me një namaz dhe me lejen e Zotit do të bëhen 2, 3, 4, 5 e deri në fund. Mos i leni adhurimet, se nëse e len një adhurim, ai të len. Çu kanë thënë për Kur'anin. Kush mëson Kur'an dhe pastaj e len Kur'anin, i ikën dhe i harrohet. Se duhet të jetë vazhdueshmëri. Duhet të jetë prej atyre që vazhdimisht bëjnë përkujtime. E Zoti i gjithësisë asnjëherë nuk na ka lënë pa përkujtim dhe asnjëherë nuk na ka lënë pa mundësi që ne të vazhdojmë punët e mira. Dhe prej mirësisë Zotit është që mas Ramazanit sjell muajin Shawal, për të cilin pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, kush i agjeron në Ramazanin 30 ditë apo 29 ditë, pastaj agjeron 6 ditë të tjera të këtij muaji në të cilin ne jemi, që është muaji Shawal, i quhet atij thot sikur ka agjëruar gjithë vitin. Si agjerohen këto ditë? Këto ditë mund të agjeroni sipas dëshirës. Mund të agjerohen 2 ditë në javë, mund të agjerohen 1 ditë po, 1 ditë jo, derisa të plotësohen 6 ditë. Mund të agjeroni 6 ditë rresht. Nuk ka asnjë lloj kushti. Kushti i vetëm është një, që të jetë brenda muajit Shawal, pra pa përfunduar muaji Shawal. Elusim Zotin ton që të na bëjë neve prej atyre të cilët agjerojnë vazhdimisht sa të kenë mundësi. Na bëj Zoti prej atyre të cilët nuk i lejmë adhurimet tona vetëm në Ramazan. Çfarë njeriu, çfarë muslimani është ai i cili tani pret Ramazanin tjetër që të falin një namaz, pret Ramazanin tjetër që të agjerojë një ditë, pret Ramazanin tjetër që të hapi Kur'an, pret Ramazanin tjetër që të mësoj diçka nga Kur'an. Nuk është ky muslimani i kërkuar nga ana e Zotit të gjithësisë. Allah na fal dhe na mëshiroft të gjithëve. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.